edhe sot, fatkeqësisht, në tentativën e 28 për themelimin e komisionit për votim të fshehtë dhe në atë të 34 për zgjedhjen e kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, nuk kemi ndonjë rezultat të dukshëm. Shprehim zhgënjimin tonë të thellë me këtë blokadë të qëllimshme dhe në plotëni në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës që bëhet nga partitë opozitare. Zgjedhjet janë një proces demokratik dhe në raste kur nuk i fiton ato, minimalja e etikës politike, besa dhe njerëzore është që ta pranon dhe të reflekton karshi rezultatit dhe se të vazhdojmë tutje me rrjedhën procedurale të konstituimit të organeve kushtetuese të shtetit tonë. Por kjo nuk po ndodh në Kosovë, inate destruktive politike pa ndonjë qëllim të qartë po e mbajnë peng tash sa kohë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Me gjast, krejt kjo situatë, në pikëvështrimin opozitar, po synohet që të ndërtohet si rast i pa shembullt në historinë parlamentare të Republikës së Kosovës, ku dëshmohet një forcë destruktive në pengim të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zotëria Vrashi, a jeni të pritur vendimin e gjykatës kushtetuese për të pasur një marrëveshje të duhet të zhbllokuar Kuvendin ose për të një institucion? Ne jemi në proces të pritjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, vendim i cili do ta sqaroj procedurën e votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe me qenë se është iniciuar ky rast në këtë institucion, na mbetet neve të presim atë vendim në mungesë të reflektimit të deputetëve të opozitës. Edhe njerë vlen të theksohet që ky insistim, kjo qëndrueshmëri absurde e partive opozitare është për mu çudit me të vërtetë. Sikur ta kishin këta deputet respektiv të këtyre partive, këtë qëndrueshmëri për me i bloku proceset më të dëmshme të cilin i ka kaluar Republika e Kosovës në kaluar, sikurse që është asociacioni për shembull, sikurse që ishte demarkacioni, sikurse që ishte ligji për amnisti të strukturave kriminale paralele, e shumë vendime të dëmshme që e kanë prek sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit tonë, besoj unë që Kosova do të ishte në BE, po problemin e kanë qëndrueshmërinë absurde dhe destruktive në pengimin e zgjedhjes së Albulena Haxhiut, e cila asnjë nga këto vendime të dëmshme kundër interesit Kosovës nuk i ka votu. Ndoshta është çështje edhe ndërgjegjës së tyre, ndërgjegjës së vrarë që po mundohet ta reflektojnë në vot bllokuese kundër Albulena Haxhiut, por nuk do t'ja dalin vetëm se po e rëndojnë pozitën e Kosovës. Unë nuk jam i informuar në lidhje me takimin në fjalë, unë uroj që të ketë sa më shumë takime të tilla nëse është e vërtetë, unë uroj që deputet të cilët ende nuk i ka u arsyeja të reflektojnë në këto momente mjaft kritike, sepse me të vërtet vendi ka nevojë sikurse asnjëherë më parë për zëra të arsyesh që reflektojnë tani dhe me guxim për t'i kundërshtuar bllokadat e paarsyeshme, për t'i kundërshtuar qasjet antikushtetuese politike dhe t'i hapim rrugë Kosovës. Kurse sa i përket çështjes së kandidaturave, besoj që lëvizja vetëvendosje shumë shpejt do ta përmbyll këtë proces me nominimin e të gjithë kandidatëve në për të gjitha komunat e Kosovës në brenda këtij muaji dhe se krejtçka duhet të pritet vetëm formalizimi, nuk mund të pohoj as të mohoj ndonjë vendim të tillë. Kjo gjë nuk është se është obligative, kjo gjë nuk është se është e detyrueshme për çdo që jam syn garës komunale, por se i mbetet në vendimin personal të secilit deputet nëse eventualisht dëshiron të hyjë garës për zgjedhje komunale. Pra pyetja është nëse lëvizja vetëvendosje ka bërë vetëm një veprim konkret për zhbllokimin e situatës në cilën është Kosova. Po, veprimi konkret është pjesëmarrja jonë e rregullt në seancat e Kuvendit. Veprimi jon konkret është propozimi sipas obligimit kushtetues dhe ligjor për kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Veprimi konkret është pjesëmarrja në votim, i cili paraqet obligim kushtetues dhe juridik të të gjithë deputetëve që mos e bojkotojnë këtë procedurë, pra votimin. Prandaj, vetmja palë konstruktive në krejt këtë muhabet është grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe po shihet qartë se kush është bllokuesi. Unë i vetëdijshëm që është ka investohet shumë në narrativën opozitare për ta fajsuar
subjektin fitues të zgjedhjeve. Mirë po, ne nuk mund të mbyllim sytë para fakteve të cilat janë të kokëforta dhe janë të pakundërshtueshme. Lëvizja Vetëvendosje është duke i kryer të gjitha obligimet që bien mbi të për të dalë nga kjo situatë, kurse partitë opozitare janë duke bërë secilin veprim të mundshëm që mund ta shpik imagjinata e njeriut për me majtë status quo, respektivisht gjendjen e bllokuar në kuvendin e Republikës Kosovës. Po partitë të tjera po marrin pjesë në kuvend në stilin nomadik. Nuk janë të interesuar për me bë shtëpi. Ata po hyjnë e po dalin pa i kry obligimet e tyre për çka janë votuar dhe zgjedhur. Unë uroj me të vërtetë që liderët opozitar të kenë takime të tilla me njëri tjetrin, sepse kjo spaku do të ishte një shaj që nuk i ka hup ndjeshmëria qysh po e manifestojnë përmes bojkotit në kuvendin e Republikës Kosovës, po ndoshta janë ato takime për kafe ose që i ka marrë malli me nejt me njëri tjetrin, por nuk po kanë rezultate i nderuar këto takime. Fatkeqësisht po e them, nuk po kanë asnjë rezultat. Nëse ka ndonjë rezultat, është mirëmbajtja e krizës politike dhe bllokadës antikushtetuese. Këto takime do të ishin të hajrit nëse do të prodhonin ndonjë rezultat që është këtë rast votimi dhe konstituimi i kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk është se ne kemi diskutuar për këtë çështjen e presidentës, mirë po mbi bazën e asaj që kam qenë dëshmitar në këto 2 muaj, nëse nuk jam gabim, hiç nuk o larg mend që bën edhe matematika të tilla, sepse me të vërtetë ma llogaritar pa imagjinueshëm për mua, të nivelit që se kisha besu se ekzistojnë, sesa që të në kuvend të Republikës Kosovës, unë nuk kom pa. Nuk përjashtohet as kjo mundësi. Lëvizja Vetëvendosje ka vetëm një interes i nderuar, me zgjedh kryesinë e kuvendit, me zgjedh kryetarin e kuvendit, nënkryetarët e kuvendit, me kalu në proces të votimit të qeverisë së Kosovës e pastaj me fillu punët, sepse na presin shumë obligime, shumë çështje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, me vendimet që kanë të bëjnë me lehtësimin e atyre problemeve që ballafaqohen qytetarët, po fatkeqësisht po jemi të bllokuar në këtë moment. Kjo nuk besoj që qëndron për shkak se në njërin anë kemi një parti opozitare cila thotë se nuk do ta voton asnjë kandidat të propozuar nga raza e Lëvizjes Vetëvendosje. Pastaj kemi një parti e cila thotë se nuk do ta voton asnjë antar të qeverisë Kurti. Pastaj kemi po ashtu një parti e cila bën propozime mbi bazën e parapëlqimeve subjektive, po jo diçka konkrete. Unë mendoj që krejt është kjo një farsë që po thuhet në opinion publik për me arsyetu këtë krizë dhe blokada antikushtetuese. Këto parti nuk e kanë as përkushtimin dhe seriozitetin minimal për me dalë këtë situatë. Është një show i kot dhe lojë me nerva që po bëhet me qytetarët e Republikës Kosovës.